Ky emision mundësohet nga Një përshëndetje shumë e madhe për krejt ju që sapo keni fillu me na ndjek në Zoom Albina Zenerien. Është epizoda e radhës ku duhet me falenderu Klodianën nga Studio N që për këtë javë është përkujdesur për dukjen time. E ty shikues po të them që në intervistën e parë, pra intervista e javës, do jeti ftuar një personazh shumë interesant. Nonës, se shumë herë kam qef momentet ndryshme me qenë, edhe s'jam, e du me thonë që e dua. Unë e kënaqë, nëse shoh çdo ditë njerëz të ri, e shoh tash rinin që duin ma shumë muzikën moderne, përpara ka qenë edhe që kam preferuar shumë muzikën popullore. Një këngëtare që muzikën e ka të trashëguar nga gjyshi dhe babaje. E do performancën live, por zhanrin e ka zgjedhur popullore folklorike. Krejt këto dhe shumë epitete me të drejti meriton Remzie Strumcaku, e cila ishte ftuar në emisionin Zoom e tregon më shumë për energjin pozitive që e karakterizon. Kohë kam gjithë, për gjithë shka, se e menagjoj shumë mirë, edhe energji kam ndukuj pak të prune, vi shumë shpesh, edhe kam mundësi tani me punu pak edhe në drejtim të profesionit, kam mundësi më marrë me gjithë shka, e menagjoj shumë mirë kohën. Ajo më tutje thotë se më herët është preferuar muzika popullore, por që ky zhanër tashmë ka pësuar pak ndryshime. E shoh tash rinin që duin ma shumë muzikën moderne, përpara ka qenë edhe që kam preferuar shumë muzikën popullore, amo unë e mirë, se jam e gjithanshme diqysh, ja dalë shumë mirë në të dyja, amo mirë, nuk besoj që ka ndryshu dhe shumë. Një emër i njohur për dasmorët, një përgjithësi e madhe, por që e preferon shumë. Remzia është aktive në dasma, e thekson se do performancën live. Ajo ndan me shikuesit tanë disa detaj interesante nga mbarvajtja e tyre. Kur kam haru me i marë kostumet, edhe mu ka dosh me këndu me gjinsa, ose jam vënu normal, ka ndu mjerë isha në të shku ndasëm e pa ndu një vërshim i madh i shiut, edhe unë nisa për më mri ndasëm do më mriva në orën 11 natës, që gati përfundoj, edhe për me bin dasmorin që unë veç kam qenë rrugës. Po bëjsha non-stop video që me dëshmu, se normal është shumë e vështirë kur këngëtari kryesor nuk është. E hapur dhe as pak komplekse, artistja ftuar zbulon se ka ndodhur që ta harrojë edhe teksten. Unë e kënaqë, nëse shoh çdo ditë njerëz të ri, edhe është për mu tepër mirë, se çdo ditë shoh diçka të ndryshe, këngët e kërkojnë të ndryshme, ka raste kur më kërkojnë diçka që unë nuk e di edhe është pak e sikletshme që kjo, se normal unë nuk muna me qenë Google, çka të lypsh me gjithë. Edhe po i kërkojnë ndjesë, nëse dona i mja ndryshu me i bo një këngë si pas dëshirës tam, edhe asnjëherë nuk kam pas ndaj farë problemi, ka qenë gjithë mirë, kam kalu gjithmonë mirë. Këngëtarja Strumcaku pohon faktin se muzika të merr kohë relativisht të madhe, e sigurisht e ka pas pamundur të jetë prezente në momente të ndryshme familjare. Ajo madje emocionohet teksa flet për nënën, nuk mungojnë as lotët. Nonës, se shumë herë kam qef momentet ndryshme me qenë, edhe s'jam, e du me thonë që e dua. Nona është dyqysh, u thëmë, është heroin, ajo është tepër e fuqishme, edhe sot ka energjinë e njëjtë, sigur nështë ta ma shumë energji se unë,
edhe ajo tepër është e kënaqshme me mu dhe thot Rim, te ke kry me mu, thot. Ajo qatë shumë më rënë, qatë shumë më falenër, jam mundu me ndimu ka pak, ama thët, ti nuk i ma me mu kërgjë, thët, ty zoti ka me të qunë në parajs. Qatë shumë që me ndonë që i kam ndihmu dhe i kam, nuk e di, nana është shumë e lumtur me mu, menoj që edhone jo mundu me shpirt për to, edhe në është edhe për këto, aja e thët këto. Remzie a je ballafaqsuar ndonjëherë me komente jo të mira apo kolegë që kanë tentuar të ta mohojnë suksesin. Nuk më ka rastësis me pas dikën që s'ma ka besu suksesin, ose shumë njerëz ofër vetës këmë pas që veç më kanë bështet edhe janë mundu me krejt forcën, s'kom pas kur asë që më ka thonë jo, s'ki me qenë jo. Bile krejt edhe muzikantat, këngëtarët, ka një fa respekti për mua dhe jam shumë e kënaqen me këto. Asë njerë s'kum pas dikën që e ka bo këto që bo e tute. Mos na u bëj gocë mirë deri tani, po hajt na thuaj, atë ka bo dikush pa drejt dhe si ke reagu. Ka ndodhë kum pas probleme me projekte muzikore, kur diçka më ka pëlqy shumë edhe ka marrë dikush tjetër, pa dijenin tem, edhe pse mu ka paraqit, ka thonë e kam shit, e jam pak jo shumë stabil njerëz, edhe mendoj që nuk e kam nevojshme gjithçysh, nëse nuk e di se dhe jashtë vendit është bile ka shumë këngëtarë edhe atje që kanë probleme, këto se gjithmonë janë ajo me të njofshëm, ekziston gjithmonë. Jo, thjesht i thëmë në rregull, më ka ndodhur më shku në studio, më ka thonë jo këtë projekt s'mon është me kënu, s'mej me orkestru dhe këmë thonë adin arsyen, e këmë po që ka këndu tani dikush tjetër, një këngëtar tjetër, edhe s'kom reagus. Nuk jep energji kësaj punën. S'ka qenë shkrune për mu, nuk jep heq rëndësi. Për ndryshe, Remzia i ka gati disa projekte e që duket se verën 2026 do ta ketë mbushur me angazhime të shumta. Deri atëherë shumë suksese për të. Shikues të dashur të Nxon, po thuaj se çdo të premte po kemi premierat filmi që reali është dorë në zamër po na bojnë shumë krenar. Tash është koha për të promovuar, në fakt premiera e filmit të Ndere do të bëhet tani e do zbulojmë shumë ekskluzivitete sa i përket aktorëve të rolit kryesor, po pse jo edhe prononcime nga të pranishmet, duke përfshirë pak edhe figura publike të jetës politike. Në vazhdim do të keni mundësi në temën e javës të kuptoni më shumë sa i përket Ndere. Ishte një ndër projektet më të përfolura të ditëve të fundit. E me fjalën për Nderi me regji të Nikola Vukčević. I njëjti pati premierën të enjtën e kësaj jave, ku nuk munguan artistë të shumë të cilët prisnin me padurim të ndishnin nga afër filmin. Nxumi ishte e pranishme ju sjell prapaskenat e kësaj premiere. Dikush ka qitë. Bab! Disa nga aktorët e pranishëm i dhanë përshtypjet e tyre në lidhje me rolin që kishin. Qysh kalove ti, duke na pa neve të emocionuar dhe të qajnë? E mira është që këtë herë nuk kom dasht me hinë sallë me pa filmin bashkë me publikun, sepse e kom pa disa herë edhe nuk më isha me pa. Por pritat e dera edhe do isha me ju pa ftyrat e juja kur delni edhe emocionet e juja, edhe kuptova që po isha njerëzit që jënë të qajtë. Nuk është dëshira jonë me i pa njerëzit të qajtë, po dëshira jonë është që me mri mesazhi edhe me mri me fal emocionet, kështu që nëse kena mri qëto, atër jemi të lumtun shumë. A mendon që publiku e ka kuptu? Pjesa parë nisi me një bebe, pjesa dytë, a është personi njëjtë?
Po, nëse publiku ka qenë i përqendruar edhe jo në telefon, mendoj që e ka kuptuar, sepse ajo bebe është e njëjta, fati asaj bebe përcjellet deri në fund, domethënë derisa edhe vdes. Çka do presim të radhës prej teje? Me televizionin çka ka ndodhur? Të radhës prej meje nuk I di, sepse zakonisht nuk merret vesh derisa të merret vesh, kështu që po presim me marrë vesh. Por që do jesh në ekran, prapë? Sigurisht unë jam afër publikut, në çfarë do mënyre gjithmonë jam afër, e tash cilën mënyrë ka me zgjedh të radhës nuk e di. Për momentin është kjo. 2 pikat forta pse duhet më ardh ata që sonte turp që s'kan gjetë kohë, por në vazhdimsi. Menoj që filmi ka me qëndru gjatë në kinema edhe krejt ata që se kam pa, kanë me pas mundësi me e pa. Kështu që pse duhet me e pa këtë film, duhet me e pa pikrisht për arsye se edhe pse filmi ndodh në kohën shumë mamati, në kohën e luftës së dytë botnore, fatkeqësisht shumë gjana nuk kanë ndryshuar sa I përket luftrave, edhe shihet që njeriu në thelb është I njëjtë, por këtu qëndron një mesazh shumë I fuqishëm për të njerëzishmen, edhe mendoj që kanë me marrë një mesazh që nuk po du me zbulu, po le ta zbulojnë ata vetë se ç'është ajo. Naci shumë e madhe suksese. Faleminderit shumë edhe juve. Fiks pari është diçka që si tregim edhe si personazh shumica e shqiptarëve janë të njoftun me mikpritje, me besën, me nderën, kështu që sa I përket konceptit edhe këtyre traditave që shfaqen në film, nuk ka pas nuk kam pas në një vështirësi për me kuptu. Por, momenti më I vështirë që është dash me këty kamerën disa herë, hape zamrën edhe na trego, a ke pas edhe të emocione si na? A kom pas shka? A ke pas emocione si na? Apo je mundu pak me rujt këtë pjesën subjektiva? E kom pas një moment, mirë po ajo sken nuk ka përfundu në film, fatkeqësisht. Ka qenë sken bukur emocionale, nashta është edhe ma mirë që s'ka përfundu në film, se në fundit besoj që emocioni nuk do të mu përjetu prej aktorëve, po prej shikuesve. E nga fjallën prapa skena, ta shemi jashtë? Skena, jo, se kur je në vlugën e punës si aktor, je thellësisht Jemi ndoshta në rolin. Momenti është gjaja më e rëndësishme dhe nuk I analizon këto tjerat, atë nuk I kohë më marrë me emocione, nuk I kohë më marrë me analizu gjanat shumë, kështu që nuk edhe është ajo tjetra që e përmenda dhe parës filmi o gjiru mrena gjatë 4 viteve, dhe më thonë shpesh kemi dalë jashtë filmit, jashtë emocioneve, edhe jemi detyru mu këthyma dhe prapë, kështu që ka qenë një farë një mënyrë tjetër e punës që nashta dhe na ka mbrojt neve për që në emocioneve. E do në përfunda mendon që publiku e ka marrë ose do ta merr mesazhin e duhur, pa pas ndoshta naj më dyshje. E pam një bebe në fillim, e pam një vdekje në fund. Ai bie që është person I njëjtë, sipas mendimit tim ishte ai. Une jam adhurusi filmave cilë nuk mundohen me shty një farë mesazhi, se besoj që publiku vetë duhet me ardhë deri te një përfundim se për çka bën fjalë filmi ose cili është mesazhi I filmit. Personalisht, domethënë jo si aktor, por personalisht si person, shpresoj që e kuptojnë një farë lloj mesazhi se ky e bart një mesazh. Mirë po si artist, shpresoj që secili e gjen atë interpretimin e vet edhe përfundimin e vet për film. Me çka je tu marrë aktualisht? Ndoshta kena ai projekti. Jam tu marrë me 2 filma si skenarist edhe si regjisor, për cilët ka marrë fonde këtu në qendrës kinematografike të Kosovës edhe njën në Holland, kështu që jam tu marrë më shumë me këtë pjesën tjetër të filmit. Suksese dhe testë mban. Faleminderit gjithashtu. Diçka po vjen. Jo. Në këtë eveniment me rëndësi kaq të lartë ishte edhe kryetari I komunës së Prishtinës, Përparim Rama, I cili u shpreh se është I lumtur për rrugtimin e suksesshëm të filmit Ndere. Kryetar që më po gjen energji mos me mungu askund. Ku kërkohet prania jote? Normal, kryeqyteti më jep energji ton kohën, edhe njerëz të talentuar. Sot pata fatin me qenë këtu faktikisht në këtë premierë të këtij filmi të mrekullueshëm që tregon për kulturën, traditën tonë, për kanunin, për besën, për nderin në familjen shqiptare. Edhe pata dhe arën me veti,
shkoj dika, për me u njoft faktikisht edhe me traditat e lashta, se si familjet shqiptare kanë mbajt besin, kanë mbajt shpinë, kanë mbajt nderin, ndoshta deri në momentet të teprume, mirë po kjo e tregon po them atë karakterin e fortë të familjes shqiptare. A pat ndaj moment që sa do pak ose sa do shumë i emocionuar? Na çfarë besoj? Po i gjithë filmi faktikisht ishte shumë emocionues. Normal me zgjedh është shumë vështirë, dhe sidomos ato elementet kyçe të burrit të shtëpisë, që thonë. Pastaj edhe si është kalu trashëgimia ose ai nderi prej gjeneratës në gjeneratë, prej gjyshit tek baba, prej babës te biri, edhe si është mbrojt nderi i shtëpisë. Gjitha këto janë elemente shumë emocionuese që më bëjnë me një vetën të nderuar që jam faktikisht shqiptar, një kombi të lashtë, me tradita të forta, me karakter të fortë, që i kam bjetu shekuj pas shekuj, pra edhe bandave të ndryshme, gengve të ndryshme, ushtrive të ndryshme, okupimeve të ndryshme, si rezultat po themi këtij karakterit fort të familjes shqiptare. Nderi me regjetën Nikola Vukčević sjell një histori të fuqishme nga lufta e dytë, i bazuar në ngjarje të vërtetë. Projekti rrëfen për një fëmijë ortodoks malazez që shpëton nga nazistët dhe i njëjti strehohet te një familje shqiptare muslimane në Guci. Kryefamiljari përballet me një zgjedhje të vështirë, ta dorëzoj apo ta mbrojë në emër të besës, duke rrezikuar gjithçka. Në qendër të filmit nuk është lufta me armë, por brenda shpirtit të Nuhut, kryefamiljarit shqiptar. Në rolet kryesore luajnë Alba Nukaj, Edon Rizvanole, Selman Yusufi, Gjejlane Tërbunja. Për ndryshe, vlen të përmendet se filmi me titullin origjinal Obraz është kandidatura e Malit të Zi për Oscars, e ka fituar mbi 20 çmime ndërkombëtare. Rubrika RFM për këtë javë do të njiheni me Milident. Pas sukseseve të njëpasnjëshme me pikën në Kaçanek, familjarisht kanë vendosur që të vinë në Ferizaj për të investuar jo vetëm në një klinikë stomatologjike me të gjitha kushtet e nevojshme, po dhe një ndër klinikat më të mira do thoja në Kosovë për nga standarde, pajisjet dhe gjithçka tjetër. Atje na ka prit me shumë dashamirësi doktore Besim Ilazi, i cili ka folë shumë sa i përket traditës familjare, planeve për të ardhmen dhe sigurisht për Milident. Ferizaj të është shtuar një tjetër hapësirë moderne për kujdesin dentar. Doktor Besim Ilazi ka hapur klinikën e tij të re duke ofruar shërbime cilësore për të gjithë pacientët. Në këtë intervistë, ai na tregon më shumë rreth këtij projekti dhe vizionit të tij, duke ndarë me shikuesit e Zoom se si nis një ditë puna. Zakonisht ditë e hënë, them në mëngjes, fillojmë ashtu me dy fëmijët e mi, vajzën dhe djalin, tani mos stomatolog, po është edhe unë si endodont, specialist i smundjes dhomit, nga 2005, kemi dy ordinanca. Njërën ordinancë kemi në fshatën aty ku jetojmë dhe banojmë, po ordinancën tjetër tani e kemi hapur para pak ditësh në qytetin e Ferizajit. Duke parë të nevojshme që zgjerimi të bëhet tani, ata kanë vendosur që ordinancën e dytë ta hapin pikërisht në Ferizaj.
3 nga të 3 fëmijët kanë zgjedhur profesionin tim me dëshirën e tyre, atëherë duke e parë që duhet të zgjerohemi ne në veprimtarinë tonë, ne vendosëm që qyteti i Ferizajit është një treg më i hapur dhe më i kapshëm, vendosëm që së bashku në konsultim me fëmijët dhe familjen përgjithësi, vendosëm që ordinancën e dytë të hapim në qytetin e Ferizajit dhe këtu kemi filluar para pak ditë dhe shpresojmë dhe besojmë se ashtu siç kemi pasur në ordinancën atje në vendlindje ku kemi dhe ku banojmë, besojmë që edhe qytetarët do të jenë këtu ashtu me ato shërbime që i kemi kryer atje. Ilaze përmendi se punon me fëmijët e tij, e kur ata i ke dhe kolegë, sigurisht që kjo është sfidë në vete. Sa është munduar ai që ta gjej bilancën mes personales dhe profesionales? Jo, nuk kam ta quaj atë lloj kritike, po me gjata sugjerimi jem për shkak se unë kam diplomuar qysh në paralutë në vitin 98, specializuar në vitin 2005 dhe nuk kam arritur unë për shkak të profesionit tjetër që kam bërë, nuk kam arritur ta përcjell rutinën e zhvillimeve të teknologjisë stomatologjike. Kurse fëmijëve këtë jo preferoj që zakonisht të njëjë seminare, trajnime të ndryshme që janë, të jenë hap me avancimin e teknikës stomatologjike për të qenë shumë afër pacientit, për ta kuptuar edhe sugjerimin që vjen nga pacienti, po në fund në fakt të arrim atë qëllimin e përbashkët që e ka edhe pacienti edhe mjeku. E kjo është të jenë të në fund që të ndahen dy të kënaqur me shërbimet që i kryejmë. Por cilat shërbime mund t'i gjejë një pacient në Milident? Unë kam titullin specialist e smundjellon endodont, ai është, domethënë, profesioni im më i pëlqyer. Po pastaj gjitha profesionet u janë përgjithësi duke filluar nga protetika, duke nxjerrja e dhëmbëve, shërimi, blombimi e dhëmbëve, pastrimi, por tani sfundi së shpejt do të fillojmë edhe me implante dhe me ortodonci, nga se është një kërkesë e kohës dhe shpresojmë që edhe fëmijët janë të orientuar pikërisht në këto dy ndërtime specifike që koha i kërkon, prandaj na mendoj që shumë shpejti pacientëve do t'i ofrojmë këto shërbime. Fobia është pjesë e jetës sone, sidomos tek dhëmbët, kur e dim që janë goxha të ndjeshëm. Kjo frikë mund të lidhet me përvoja të mëpershme të pakëndshme, ndjesinë e dhimbjes apo thjesht tingujt në ambientin e klinikës dentare. E për të kapërcyer gjithë këtë, është e rëndësishme të fillohet me hapa të vegjël, si dhe të zgjidhet një dentist i kuptueshëm e që komunikimi të jetë i hapur me të. Varësisht nga pacientët edhe na mundohemi ashtu kështu s'paku ta kuptojmë as pari frikën e pacientit, normal me mirëbesim duke bashkëbiseduar me ata, arrim deri te momenti ku na intervenojmë, cilën do formë që të jetë. Kemi raste kur kemi fobi, kemi pacientë që zakonisht kanë fobi nga stomatologët në forma të ndryshme, po megjithatë deri më tani për shkak përvojës që kemi pasur, kemi arritur që sadopak, mos tham ndoshta i perfekt, por në përgjithësi më të madhe të kemi mirë kuptimin nga pacientët, spaku në fund të ndahemi të kënaqur me shërbimet që i kemi kryer pacientëve. Parandalimi i prishjes së dhëmbëve është thelbësor për ruajtjen e një shëndeti të mirë oral dhe një buzëqeshje të bukur. Doktori jep disa këshilla që lidhen me këtë çështje. Implantët, zbardhimi, protezat ose aparatet ortodontike si që qeme, kjo forma ku nuk kemi alternativë tjetër. Gjithmonë e pacienti këshillojmë sidomos prindit tek fëmijët e tyre që të jenë në kontrollat e rregullat e fëmijëve të tyre që spaku, domethënë ta parandalojmë, nga se parandalimi është bari më i mirë apo thamë veprimi më i mirë i stomatologut i mjekut në përgjithësi. Prandaj këshillat tona janë pikërisht që të jenë sa më afër stomatologëve në kontrolla rutine, pastaj që mos vim deri ajo rasti fundi, por ne po flasim në ekstremin e fundit ku nuk arrim të kemi rezultatin e ata që ne e synojmë, atëherë janë këto forma tjera të cilat ne synojmë që spaku pacientëve të bëjmë shërbime dhe mos të ndihen, domethënë të hendikepum për shkak mungesës së dhëmbëve. Për fund, Besim Ilazi ka një porosi që duhet patjetër ta dëgjoni. Pra, cilat janë pikat e forta të kësaj ordinance? Me qenë se kam një përvojë gjatë nga pjesa e komunës Kaçanikut, nifem si mjek, nuk thamë i perfeksionuar, po mjek që faktikisht kam pas një numër jashtëzakonisht të madh pacientëve dhe jemi tash i futur në tregun e një komune tjetër dhe shpresojmë që shërbimet që do t'i kryejmë na pikërisht kjo do të jetë ndoshta një reklam që pacientët që ta përcjellin të tjerët. Do të jetë shërbimi numër 1, por në fakt edhe mikpritja që do bëhet te pacientët. Dhe kjo do të jetë një nga ato që mendojmë që pacientët do ta sugjerojnë se ta përcjell te kolegët e tyre apo dikon tjetër ku ajo është më të arsyeshme.
Trident, buzëqeshja juaj prioriteti ënë. E tani është koha për një këngëtare të njohur nga Suareka që na ka prit atje e na ka tregu shumë sa i përket planeve të saj në muzikë, por dhe jo vetëm. Nuk po zbuloj asgjë, do e shijojmë ekskluzivitetin së bashku. Një këngëtare e re në moshë, por me karrierë në muzikë. Ajo ka filluar këtë profesion tash e 5 vite, por që premton shumë për të ardhmen. Bëhet fjalë për Flora Morina, e cila ishte ftuar në Zoom. Ditën e nisi zakonisht me punë. Punojmë tash për moment, jemi të marrë me projekte të reja muzikore. Jemi të këshymi për diçka të mirë. Ajo më tutje thotë se baladat i do më shumë e nuk përjashton mundësin që të publikoj edhe më shumë të tilla. Balada e gjej vitën pak më shumë, flajnë më shumë baladat. Mirë po, publiku mendoj që e ka prit më mirë këngët ritmike, baladat ritmike. Nëse flasim për performancat live, ajo këtë gjë konsideron pikë të fortë, duke theksuar se është më origjinale kur paraqitet në atë formë. E madje, dasmat i ka për shefi, i bën me shumë dashni dhe energji pozitive. Këndimi live, nina më rahat, jam vetja, është diçka më e mirë që mujna me nxjerr besoj. Fillimisht kur kom nis me kënu, jam nis me qëtë rrugtema, beden menojsha me dasma, ma mirë, me dasma, me neja. Po fillimisht kom vazhdu me dasma, me neja s'kom fillu hala, mendoj që është ma mirë që ke dritën. Morina thekson se aktualisht nuk i ka të caktuar bashkëpunëtorët. Por ndihet e lirë që të punoj me producent që i cilëson të denjë për vokalin dhe projektet e saj. Ka rëndësi shumë me pas një staf shumë mirë, punoj ma shlirë, kam qef me pas komunikimin ma mirë, për me hitë puna ma mirë. Si çdo e re, edhe ajo ka ëndra që mezi prej t'i bëj realitet. Por në realitetin që aktualisht e jetojmë, është e vështirë të rezistosh kohës dhe trysnisë së madhe. A ka ndjerë konkurencën Morina apo çka mendon për këtë pjesë? Për xhelozi, unë për vete nuk kam kërkon. Mendoj që ato që e ki për shembull ti ose një këngëtare tjetër, nuk mundet më ta marrë kërkush riskon. Apo nuk kam, ama mendoj që ka shumë. Tash këtë kohë që jemi po ka. A të ka prek në herë ty të gjë? Jo. E këshyë me punu veç për vete, me bë diçka për vete, apo kupton nuk e këshyë e dikën tjetër. Nashta për të mirë po, më i me këshyë, ama jo me thonë se kjo, ose aj po, e unë e jo. Së fundme, atë kemi parë në 2 bashkëpunime me Xhavit Avdyli. Ekskluzivisht për emisionin Zoom, Flora tregon se si erdhi ideja për realizimin e këtyre projekteve. Me Xhavitin e kemi pas 2 projekte të vitit ri, kanë jetë shumë mirë. Përmes menaxhimit, kom në kontakt me Xhavitin, edhe jam pritë shumë mirë. A ka plane për duetet të tjera, apo njëherë po do me kanë si solista? Po, kismet po. Që s'kom vendos hala me kanë, që shtek i kam domini me kanë kam qef, po ndërkohë e shohin. Të pa të dua. Flora pohon faktin se aktualisht është beqare, arsyeja do ju befasoj.
Për momentin jam me fokusume më shumë të karriera jam, edhe nuk mendoj njëherë diçka. Jam e re hala, kisha pas që më fokusu veç të karriera për momentin. Ndërkohë e shohin. Dal nga dal arritëm kështu dhe në përfundim të kësaj episode të radhës të Nzum, si gjithmonë duke uruar e shpresuar që përveç informimit, sa do pak edhe ju kemi argëtu me ato që kishim përgatit enkas për ju. E tu shikus po të them që ne do të jemi përsërit pranë të javës tjetër, që jemi shnoshë rahat, e deri atëherë ju e keni rubrikën e lajmeve vendore, pra risit e showbizit shqiptar. Riki ka vendosur që të jetë shumë aktiv këto kohë. Ai erdhi me një projekt të ri që mban titullin Pyetjen e kam, me tekst nga vetë ai që e bëri dhe muzikën. Producent është Fatjon Miftari, kurse ana vizuale u realizua nga Sustain Production. Bejta gjatë kësaj jave erdhi me një risi, kush të tha mban emrin Prurja më re, tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ai e që është dhe producent. I njëjti ka punuar dhe bitin, kurse ana vizuale u realizua nga Mpik Kreativ. Zok të lutem quhet projekti i ri nga Gjela Abazi me orkestrim nga Amir Abazi. Me gitare ka shoqëruar Agon Eziri, kurse ana vizuale u realizuan nga Sken Video. Për më shumë ndiqeni këtë premier. Teuta Selime erdhi me një risi. Ajo gjatë kësaj jave ka publikuar Selam, tekstin e së cilës se ka shkruar Shpetim Reqica. Muzika dhe orkestrimi u punua nga Gent Studio, i njëjti është dhe producenti kësaj prurje të re nga Selime. Remzi Osmani plasoi në treg një projekt të ri që mban titullin Unaza ime, tekstin e së cilës e ka shkruar Ilir Berane e që bëri dhe muzikën. Orkestrimi u punua nga Kristi Miloti, kurse Alfred Sula ka realizuar miksimin dhe masterizimin. Videoklipi u vizualizua nga Max Production. Finem thot shime gjëmba, për tekstin u përkujdes vet ai. Miksimi dhe masterizimi u realizua nga Ricket, e që është dhe producenti kësaj prurje të re. Ana vizuale u punua me mjeshtri nga Flori DVFK. Ku ishim dje, po sot ku jena, po sot ku jena, po sot ku jena. Pas suksesit me Ghetto, Don John këtë javë erdhi me një single të ri që mban titullin BBB. Tekstin e ka shkruar vetë ai. Producent është Tërzën, kurse ana vizuale u realizua nga Da Vinci Sim 4. West Side Family dhe Vesa Smolica kanë befasuar me një risi për të gjithë fansat e tyre. Kanë sjell Gënjeve, tekstin e së cilës se ka shkruar Armer Shahini, njëherë është banor në edicionin e 5 të Big Brother VIP Albania. Alban Kondi u përkujdes për muzikën e kësaj prurje të re e për më shumë ndiqeni këtë premier.
Të kalojmë tani tek paralajmërimet për këngë të reja. E nisim me Nora Istrefe, cila duket se i ka ndezur motorët e shpejtësisë për të prodhuar projekte në këtë vit. Pas suksesit me Rushin në bashkëpunim me Luiz Eili, këngëtarja e njohur shqiptare ka vendosur me na fresku edhe me një tjetër risi. Këtë ka bërë të ditur producenti Beni, i cili përmes këtij postimi e ka njoftuar projektin e ri të Norës. Jo vetëm me një këngë, por me një album. Redon Berani do ta bëjë vitin 2026 edhe më të nxehtë me shumë risi. Këtë ka bërë të ditur vet ai, duke zbuluar në një prononcim për emisionin Zoom. Ndiqni këtë video. Aktualisht albumi del me 14 prill, Tyra Vere, ju pres me shumë dëshirë me ngu, kena punu një punë fantastike. Muzo,